22 marsin, ditën e parë demokrasisë, me demonstratën e tyre të fuqishme në kushtet një narkodiktature, autokracie elektorale apo diktatura autoritare, shqiptarët treguan dje se janë të pamposhtur nga kjo narkodiktaturë. Mendoj se me protestë e tyre, përfaqësuar revoltën zemrimin e një kobi të tërë, kur do njëherë, me fuqishme kryengritja paqësore e shqiptarëve se sa dje nuk ka qenë në rrugët e Tiranës. Mesazhi është i qartë. Në Shqipëri, në kushtet e autokrasisë, të sundimit e Edi Ramës, nuk ka dhe nuk mund të ketë më paqë dhe stabilitet. Betejë jonë do njoh vetëm ngjitje. Ajo do përfshi të gjithë Shqipërinë. Dhe do t'jetë e pandërprerë gjerë largimin përfundimtar të kësaj organizate kriminale me në krye Edi Ramën. Ndaj dhe unë kam një mirënjohje të pakufishme për të gjithë ata 10.000 qytetarë që mbushen dje rrugët dhe bulevardet e Tiranës dhe protestuan në mënyrë dijitoze. Shprehen zemrimin e tyre ndaj këtij regjimi. Kam një mirënjohje të pakufishme ndaj mediave që e përcollën atë, por në veçantë ndaj mediave ndërkombëtare. Pas luftës në linjet mesme, lajme kryesore në mediat ndërkombëtare është protesta e qytetarëve shqiptarë ndaj regjimit të korruptuar të Edi Ramës.